Mendoj se po I referohesh fjalës amathia në filozofinë greke, veçanërisht te Sokrati, Platoni dhe më vonë te Epikteti. Amathia zakonisht përkthehet si padije, por jo thjesht mungesë informacioni. Ajo nënkupton një gjendje më të thellë dhe më të rrezikshme, padijen që mendon se është dije. Sokrati e konsideronte këtë si problemin më të madh njerëzor. Kur ai thoshte, di se nuk di asgjë, nuk po lavdëronte ignorancën. Ai po dallonte mes dy gjendjeve. Njeriu që nuk di dhe e pranon se nuk di. Njeriu që nuk di, por beson se di. Për Sokratin, e dyta është amathia. Pse konsiderohet e rrezikshme? Sepse një person që e di se nuk di, mund të mësoj. Një person që mendon se di gjithçka, nuk kërkon me të vërtetën. Stoikët e shihnin amathian si rënjën e shumë veseve, arrogancës, fanatizmit, gjykimeve të gabuara, padrejtësive. Sipas tyre, njerëzit nuk bëjnë të keqen, sepse duan të jenë të këqij. Shpesh e bëjnë sepse janë të verbuar nga amathia dhe nuk e kuptojnë realisht çfarë është e mira. Amathia dhe psikologjia moderne. Në psikologjinë bashkohore ekziston një ide e ngjashme e quajtur efekti Dunning-Kruger. Ky fenomen përshkruan prirjen që njerëzit me njohuri të kufizuara të mbivlerësojnë kompetencën e tyre. Filozofët grek do të thoshin se ky është një version modern I amathias. Një shembull I thjesht. Një njeri që nuk ka studiuar mjekësi, por është I vetëdijshëm për kufitë e tij, mund të pyesë specialistët. Një njeri që nuk ka studiuar mjekësi, por është I bindur se di më shumë se mjekët, është në gjendjen që grekët do ta quanin amathia. Dimensioni etik për stoikët, rreziku më I madh nuk ishte mungesa e dijes, por mbyllja e mendjes ndaj korrigjimit. Amathia është si një burg pa mure. Njeriu nuk e sheh ignorancën e vet dhe prandaj nuk kërkon të dalë prej saj. Prandaj, në filozofinë greke, mençuria nuk fillon me grumbullimin e fakteve. Ajo fillon me përullësinë intelektuale, me pranimin se njohuria jon është gjithmonë e paplot. Në këtë kuptim, amathia nuk është thjesht padije, është padia e maskuar si urtësi. Dhe pikërisht kjo e bën kaq të rrezikshme.